diskutohet në sesionet e pasdites. Rinaldo, përshëndetje. Samiti ka nisur me vonesë, rreth 60 minuta me vonesë. Ishte parashikuar që ceremonia hapse të zhvillohej rreth orës 11, por për shkak të vonesave të mbritjes së krerëve të shteteve dhe qeverive në tapetin e kuq ku priteshin nga kryeministri Edi Rama, edhe ceremonia hap pjesë samitit u shty me rreth 60 minuta. Më pas të gjithë liderët e vendeve pjesëmarrëse të 47 vendeve pjesëmarrëse në këtë samit të komunitetit politik evropian u drejtuan shtëpisë së Europës, e cila është vendosur menjëherë pas shtatores së heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. E në këtë sesion të parë, i cili ishte edhe publik për mediat, sesion e parë e hapi kryeministri Edi Rama, i cili ka vendosur theksin tek siguria e Europës, se si Europa do të jetë më e sigurt dhe të jetoj në paqe. Rama theksoi se Europa duhet të përqendrohet tek një ardhme në siguri dhe paqe. Sipas tij, madje edhe propozoi një aleancë ndërkombëtare përtej armatimit, tha kryeministri Edi Rama. Rama sigurisht u ndal edhe në vokacionin europian të gjithë vendeve të rajonit të Ballkanit perëndimor. Më pas në këtë sesion të parë folën një pas tjetrit presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa, më pas vijoi me deklaratat të presidentit francez, kryeministrit britanik, presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, kryeministres së Italisë Giorgia Meloni, presidentit të Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdogan, e po ashtu presidentit Zelenski të Ukrainës, kancelarit Merz, edhe të gjithë një emërues përbashkët kishin në fjalimet e tyre paqja dhe siguria, e sidomos në këtë periudhë të cilën paqja kërcënohet dhe siguria kërcënohet edhe në Europë për hir të luftës në Ukrainë, agresionit rus në Ukrainë. Ndërkohë që pas përfundimit të sesionit të parë, u spostuan të gjithë liderët në drekën informale. Tashmë ka nisur pjesa me dyert të mbyllura, ku të gjithë liderët po zhvillojnë takimet bilaterale. Më pas, për t'i lënë vendin edhe sesionit të dytë, i cili po ashtu do të jetë i mbyllur për mediat. E në fund, i gjithë samiti i komunitetit politik europian do mbyllet me konferencën për shtyp të kryeministrit Edi Rama si mikpritës i këtij samiti dhe kryeministrit të Danimarkës, vendi i cili do të mikpres samitin e ardhshëm të komunitetit politik evropian. E qartë, mirë Ergjys, të falenderoj për detajet që na përcolle nga ky samit.